Në një prononcim për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se situata që po shfaqet në aeroportin e Vlorës është e papranueshme dhe pasynon ndërhyrje direkte të kryeministrit, e cila sipas tij mund t'i kushtojë Shqipërisë një gjop prej të paktën gjysmë miliardi eurosh. Sipas Berishës, në aeroportin e Vlorës mund të ketë kundërshtira midis ortakëve, por ndërhyrja e shtetit kundër atij që është investitori kryesor përbën një akt merrsisht të rënd dhe i jep atij të drejtën për një dëmshpërblim që mund të shkojë së paku 500 milion euro. Në aeroport në Vlorës mund të ketë kundërshtira midis ortakëve, por ndërhyrja e shtetit kundër atij që është investitor kryesor përbën një akt të merrsisht të rënd dhe jep atij të drejtën për një dëmshpërblim që mund të shkojë në spaku 500 milion euro. E gjitha kjo bëhet për këtë arsye. Berisha theksoi se konflikti midis ortakëve të investimit nuk mund të zgjidhet nga shteti në këtë mënyrë, duke dëmtuar investitorin kryesor dhe duke shkelur interesin publik, ndërkohë që qeveria ka kontrata të papërcaktuara për pagesa që arrin 130 milion euro për bileta të munguara gjatë 13 viteve. Pse përzihet Edi Rama? Se është aksioner. Është kontrata, unë ja u kam thënë, ja u kam denoncuar disa herë. Ku është çështja tani? Çështja është tek 130 milion euro të kontratës. Sipas kontratës të pashembullt, qeveria shqiptare i paguën kompanisë çdo vit për 13 vite 10 milion euro biletat munguara. 10 milion euro biletat munguara. Sepse për të vjedhë këtë duhet të thonim që ky është aeroporti më i madh i Ballkanit. E kuptoni ju? Së pa ftyrë që janë këta apo jo. Dhe tani o burra duhet përzam këte që të marrim 10 milion në vit. E tëra është këtu. Në qoftë se do ishte dorë jashtë kryeministri, as nuk çonte polici, as nuk çonte brigand, por palët ortakt e zgjidhnin në të gjitha shkallët e gjyqësorit. Po Edi Rama, me aktet që ka krye dhe me rrëmbimin që i bën, sipas dokumentave pronarit de facto të punimeve, autorit punimeve, merr përsipër një gjob në të rëndën që ka marrë shteti shqiptar gjerësot. Dhe kjo vetëm e vetëm për të plaçkitur 130 milion euro që i ka firmos me dorën e tij të zezë në kundërshtim me çdo kriter bileta të munguara.